Kur po ngjisnim ato rrugicat e Kalas për të ardhur deri këtu, edhe ndërkohë po më thoshte Nea me Benedin që ka shumë njerëz, apo thonë çfarë dëshirojnë, apo po thonë çfarë është në realitet, sepse nëse shumë njerëz kanë rezistuar deri në fund të asaj ngjitje, atëherë i bi që jo vetëm jemi të fortë, po jemi më të fortë se asnjëherë tjetër. Tani nuk diskutohet që do na hidhen fyt me një herë flamingot, edhe do thonë patronazhistat janë mbledh atje, administrata është mbledh atje, të gjithë janë mbledh atje me zor të madh. Po të marrësh parasysh se nga e kanë nisur ata që e themeluan Partinë Socialiste, dhe pastaj nga e kanë nisur ata që morën guximin në Shkodër ta çelin degën e Partisë Socialiste, atëherë besoj që jo vetëm nuk kemi asnjë arsye për tu qarë për vështirësitë apo për tu ndjerë të lodhur nga vështirësitë, po i kemi të gjitha arsyet për të vazhduar të ngjitemi, për të ngjitur Shqipërinë aty në majën ku na kanë lënë amanet rilindësit tanë, dhe aty ku ja kemi borx fëmijëve tanë në Bashkimin Evropian. Sot pikërisht ky takim na lidh në të sotmen me atë që është edhe legjenda e kësaj kalaje. Legjenda e atyre që përpiqeshin të ndërtonin ditën dhe e atij që prishte natën. Ishin vlezër dhe ajo legjend në fakt ka reflektuar në vazhdimsi në jetën shqiptare, shekull pas shekulli ka reflektuar edhe në letrat e shkruara nga mendjet e mëdha të kombit ton, që nga Gjergj Fishta tek Faik Konica e të tjerë, të cilët e kanë pas pamundur mos ta lënë edhe me shkrim që halli më i madh shqiptarit i vjen nga shqiptari, por nga ana tjetër lajmi i mirë për ne është që shumica e shqiptarëve tani më është shumë e qartë edhe është shumë e vendosur për të çuar deri në fund këtë mision historik që fati e ka dashur që të vijë në dorën tonë.